Përshëndetje zonja e zotërinj, mirë se vini në Skan Live për gjatë ditës së sotme do fokusohemi padyshim tek 7 marsi, dita kombëtare e mësuesve në vendin tonë. Do të flasim për sfidat, por njëkohësisht edhe në lidhje me statusin e mësuesit në kohët e sotme, por që është me rëndësishmja edhe trajtimi financiar që bëhet për mësuesit në vendin tonë. Do të flasim njëkohësisht edhe për sa i përket një vendimi të përshpejtuar ditën e dieshme nga ana e Këshillit të Ministrave, miratimi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit në mbledhjen e ditës së dieshme. Ministrat kanë miratuar projekt ligjim për ngritjen e këtij institucioni, i cili synohet të mbështesë sektorët strategjik të ekonomisë shqiptare, në mënyrë të veçantë sektorin e bujqësisë. Do të flasim gjithashtu për një tjetër vendim të marrë po dje nga ana e qeverisë shqiptare, ndalimin me një vit të media sociale, TikTokut, pikërisht për shkak të ngjarjes që ndodhi vitin e kaluar në një gjimnaz në vendin tonë. Por fillimisht, si çdo ditë, do të shohim ecurinë e tregjeve. Do ta nisim me tregun e brendshëm valutor, ku vjet re një korektim i lehtë i dollarit amerikan pas humbjeve që monedha e gjelbërt realizoi ditën e dieshme, por gjithashtu edhe ditën e mërkurë përballë monedhave kryesore ndërkombëtare. Kjo rënje e dollarit është efektuar për gjatë kësaj jave edhe në tregun e brendshëm valutor. Ndërkohë në ditën e sotme, sipas Agjencisë së Këmbimit Iliria 98, dollari blihet me 91.1 dhe shitet me 92.3 lekë, në rritje të lehtë në blerje dhe në rënje të lehtë në shitje. Ndërkohë euro për herë të parë në të paktën 3 javë e fundit ka fituar 1 cent në raport me lekun në tregun e brendshëm, ndërsa përballë dollarit në tregje ndërkombëtare është rritur ndjeshëm duke fituar rreth 4 pikë të plota përballë monedhës së gjelbërt. Sipas Iliria 98, euro blihet me 98.9, shitet me 99.6 lekë në rritje të lehtë, si në blerje ashtu edhe në shitje, dhe gjithmonë më shumë euro po i afrohet nivelit të 100 lekëve. Ndërsa franga zvicerane blihet me 103.2 dhe shitet me 104.2 lekë, edhe kjo monedhë në rritje përballë lekut, duke rikuperuar një pjesë të vogël të humbjeve që realizoi të paktën në 2 sesionet e fundit. Ndërsa paundi britanik blihet me 117.4 dhe shitet me 118.7 lekë. Në ecurinë e monedhave të tjera, dollari kanadez blihet me 63.5 dhe shitet me 65.5 lekë, gjithashtu në rritje. Si në blerje ashtu edhe në shitje, dollari australian në anën tjetër ka një tendencë në rënje përballë monedhës sonë, blihet me 57.1 dhe shitet me 58.6 lekë. Jeni japonez blihet me 0.6, shitet me 0.64 lekë, në rritje të lehtë vetëm në shitje. Ndërkohë për sa i përket lirës turke, edhe kjo monedhë është rritur lehtë në blerje, kuotohet në 2.44 lekë, ndërsa shitet me 2.55 lekë. Dinari Maqedonas blihet me 1.55, shitet me 1.61 lekë, ndërkohë rubla ruse blihet me 0.78, shitet me 0.99 lekë, gjithashtu edhe kjo monedhë ka fituar disa qindarka në raport me lekun, dhe së fundmi juani kinez blihet me 11.44 dhe shitet me 12.7 lekë mesatarisht. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor në sesionin e sotëm i fundit për këtë javë. Ndërkohë në tregje ndërkombëtare, euro vjon tregtohet pra nivelit më të lartë në thuajse 5 muajt e fundit përballë dollarit. Përveç euros, gjithashtu edhe franga zvicerane ka pasur një tendencë në rritje për gjatë kësaj jave, sepse cilësohet si një aset i sigurt dhe preferohet nga ana e investitorëve në periudha të trazirave ekonomike apo tensioneve gjeopolitike, dhe kur në qendër të vëmendjes është pikërisht dollari amerikan, investitorët preferojnë frangën si një alternativë ndaj monedhës së gjelbërt. Gjithashtu ditën e dieshme Banka Qendrore Evropiane uli normën bazë të interesit edhe me 25 pikë bazë, duke çuar nivelin e 2.5%, një vendim i pritshëm nga shumica e investitorëve, pasi disa tjerë parashikonin që norma bazë e interesit të mbajë e pandryshuar në nivelin e 2.75%. Në ecurinë e monedhave për gjatë ditës së sotme, euro ka fituar edhe 0.61% të vlerës në raport me dollarin amerikan, dhe një euro këmbet me 1.0829 dollar. Në këtë mënyrë, euro tregtohet në nivelin më të lartë në të paktën 5 muajt e fundit përballë monedhës së gjelbërt, por ky forcim i euros në tregje ndërkombëtare nuk është efektuar në tregun e brendshëm, por më së shumti reflektohet në këmbimin e dollarit me lekun në tregun ton. Paundi britanik është rritur me 0.29% dhe këmbehet me 1.2920 dollar amerikan. Përballë frangës, dollari është në rënje me 0.66%,
këmbet me 0.8776 franga, dolari australian ka humbur 0.22% vlerës, këmbet me 0.6317 dolar amerikan. Dolari kanadez ka ndryshuar minimalisht në rritje me vetëm 0.01%, këmbehet shumë pra nivelit të 0.7 dolarve amerikan dhe për baljenit, dolari është në rënje me 0.27% vlerës dhe këmbehet me 147.26 jen mesatarisht. Për sa i përket sërish tregu të monedave, investitorët vjojnë të jenë fokusuar edhe tek politikat që po ndjek presidenti Amerikan Donald Trump, sepse të paktën me vendimin që ai njoftoi për të vendosur tarifa ndaj Meksikës dhe Kanadas në vlerën e 25%, ditën e djeshme ka bërë sërish hapa mbrapa duke anulluar këto tarifa për thuajse gjysmën e produkteve që importohen nga Kanadaja dhe thuajse 40% produkteve që importohen nga Meksika. Përjedhoi investitorët janë shumë të paqartë në lidhje me politikat që po ndjek shtëpia e bardhë në mënyrë të veçantë presidenti Donald Trump. Ndërkohë do të kalojmë edhe në tregun e kriptomonedave, ku vjet re një rënje ndjeshme e tregut përgjatë sesionit të sotëm. Megjithatë, humbjet janë më të vogla krahasuar me pak orë më parë, kur Bitcoin zbriti drejt nivelit të 84.000 dolarve. Aktualisht ka humbur 1.09% vlerës dhe kuotohet në 88.499.5 dolar. Në një farë mënyrë është zbehur optimizmi i investitorëve në lidhje me pritshmëritë për sa i përket premtimeve të Donald Trump për tregun e kriptomonedave në mënyrë të veçantë për Bitcoin. Ka qenë pikërisht përfaqësuesi i emëruar në shtëpinë e bardhë për të marrë me kriptomonedat David Sachs, i cili ka detajuar një postim në X se si do të ngrihet kjo rezervë në Bitcoin dhe sipas të njoftimin nuk do të ketë blerje të reja, por do të përdoren ato kriptomoneda në mënyrë të veçantë ato Bitcoin, të cilat zotërohen aktualisht dhe janë sekuestruar kryesisht nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara përmes aksioneve për të luftuar në mënyrë të veçantë korupcionin, por edhe minimin e jashtëligjshëm të kriptomonedave. Dhe aktualisht Shtetet e Bashkuara zotërojnë rreth 189.000 Bitcoin që kanë një vlerë për rreth 17 miliard dolar. Pra, nuk do të ketë blerje të reja për sa i përket tregut të Bitcoin në krijimin e rezervave. Ethereum ka rënë me 0.94%, kuotohet në 2187.63 dolar, edhe Ripple ka rënë me 3.27%, madje realizon humbjet më të mëdha, kuotohet pra nivelit të 2.51 dolarëve. Litecoin ka rënë me 0.38%, kuotohet në 102.89 dolar dhe Bitcoin Cash është në rritje të lehtë me 0.42% dhe kuotohet në 398.94 dolar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa në çmimin në tregun e naftës, benchmarket kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, që është i fundit për këtë javë, por pritet që në mbyllje, pavarësisht rritjes ditën e sotme, të publikojnë humbjet më të mëdha javore që nga tetori i 2024-s. Deri më tani nafta Brent e Londrës ka rënë me rreth 4%, ndërsa nafta bruto amerikane ka humbur rreth 3.8% të vlerës. Aktualisht nafta Brent tregtohet në 70.26 dolar në rritje me 1.15%. Nafta bruto amerikane ka fituar 1.24% të vlerës, kuotohet në 67.18 dolar për fuqi dhe nafta e përpunuar është rritur me 1.41%, kuotohet në 673.13 dolar për ton. Investitorët në tregun e naftës do të vjojnë të jenë fokusuar tek politikat e Donald Trump në lidhje me vendosjen e tarifave, por tregu është gjendur gjithashtu në presion për shkak se OPEC Plus ka njoftuar rritjen e prodhimit duke nisur nga muaji prill i këtij viti. Nafta bruto amerikane, sikurse tham, tregtohet pra nivelit të 67 dolarëve dhe nafta e përpunuar në 673.13 dolar për ton. Ndërkohë në tregun e metaleve të çmuara vjet re një presion për tre asetet kryesore, sepse investitorët kanë tërhequr fitimet për shkak të çmimeve të larta në mënyrë të veçantë që ka regjistruar ari për gjatë kësaj jave. Metali verdh vjon tregtohet pra niveleve më të larta historike, por megjithatë ka zbritur disi
Poshtë këtij nivelit presim tabelën për të parë edhe ecurinë e metaleve të çmuara. Deri në këto momente ari është rritur lehtë me 0,04% dhe kuotohet në $2.927.9. Argjendi ka rënë me 0,31% vlerës, kuotohet në $30.24 dhe platini është rritur me 0,5%, kuotohet në $984.6 për onzë. Edhe në fokus të investitorëve në tregun e metaleve do t'jenë tarifat e Donald Trump. Ditën e djeshme ai ka bërë një ham mbrapa duke anulluar tarifat prej 25% për 50% produkteve që importohen nga Meksika dhe 38% produkteve që importohen nga Kanadaja. Ky vendim do të jetë në fuqi deri në datën 2 prill. Ndërkohë në tregun e aksioneve, bursat europiane po qëndrojnë në rënje pikërisht për shkak të këtyre paqartësive të mëdha që ekzistojnë në tregje. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0,53 dhe 1,54%. CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI kanë rënë me 1,05 dhe 0,87% dhe FTSE MIB i Milanos ka humbur 0,68% të vlerës. Ndërkohë, tre indekset kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar gjithashtu janë përfshirë nga shitja masive aksioneve. Dow Jones ka rënë me 0,99%, Standard & Poor's 500 realizon humbjet më të mëdha me 2,61% dhe Nasdaq ka humbur 1,78% të vlerës. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Deutsche Telekom ka fituar 1,09%. Kiagen, IOM, Bayer AG dhe Comvestro kanë fituar nga 0,1 deri në 0,51% të vlerës. Në anën tjetër, humbjet kryesohen nga sektori i produkteve të luksit, pasi Richmond dhe Burberry kanë publikuar humbjet konsiderueshme, rënjet fitimeve dhe përjedhoi aksionet kanë rënë me mbi 4%. Siemens Energy në Gjermani kryeson rënjen me 4,38%, Zalando, Deutsche Post, BMW dhe Brenntag kanë rënë nga 2,78 deri në 3,11%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Do të shohim tani disa nga zhvillimet kryesore nga vendi dhe fillimisht do të flasim për një vendim të qeverisë e cila synon të lehtësojë tregtinë me jashtë dhe të digitalizojë procedurat e importit dhe eksportit përmes krijimit të dritares së vetme kombëtare për doganat. Projekt ligji që hap rrugë këtij sistemi është hedhur për konsultim publik. Qeveria ka ndërmarrë iniciativën për krijimin dhe funksionimin e dritares së vetme për doganat, që synon të lehtësojë tregtinë me jashtë si dhe të thjeshtojë procedurat për bizneset. Referuar projekt ligji të hedhur për konsultim publik, koncepti një dritareje të vetme paraqitet një lehtësi që lejon palët e përfshira në tregti dhe transport të depozitojnë elektronikisht vetëm një herë informacionin e kërkuar përmes dokumenteve të standardizuara në një pikë të vetme hyrjeje për të përmbushur të gjitha kërkesat rregullatore që lidhen me importet, eksportet dhe tranzitin. Përmes krijimit të një dritareje të vetme synohet thjeshtimi i procesit të përpunimit të informacionit që kërkohet për të përmbushur kërkesat rregullatore të lidhura me tregtinë, të cilat paraqiten si formalitete jo doganore, duke sjellë përfitime si për autoritetet shtetërore, ashtu edhe për operatorët ekonomik të cilët kryejnë aktivitet në fushën e import-eksportit. Sipas draftit, lehtësimi i përpunimit dhe qarkullimit të informacionit përmes dritares së vetme për doganat përkthehet në krijimin e një mjedisi tërësisht elektronik pa letër dhe konvertimin e të gjithë dokumentacionit në letër në dokumenta dhe të dhëna digjitale. Konkretisht, përdorimi i sistemit të dritares së vetme kombëtare për doganat pritet të sjellë përfitime konkrete si për autoritetet kompetente bashkërrenduese të cilat bashkëpunojnë me doganat, ashtu edhe për tregtarët nga operatorët ekonomik, të cilët kryejnë aktivitet në fushën e import-eksportit, duke garantuar administrim më të mirë të procedurave që ndiqen në kufi, ulje të korrupsionit dhe aktiviteteve të tregtisë së palishme, minimizim të kontakteve me personelin dhe reduktim të mundësive për midhënie, lëvizje më të shpejtë të mallrave, rritje të transparencës dhe llogaridhënies të autoriteteve publike të përfshira, zhdoganim më të shpejtë të mallrave, përdorim më efikas dhe produktiv të burimeve, si dhe ulje të kostove për të dyja palët e përfshira në këtë proces përmes përmbushjes elektronikisht të formaliteteve doganore dhe jo doganore. Do të flasim tani edhe për 7 marsin, ditën kombëtare të mësuesve, sfidat me të cilat ata përballen, trajtimi financiar dhe të shumë çështje të tjera. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Evrus Kaptelli, presidenti i Sindikatës Pavarur të Arsimit të Shqipërisë. Zoti Kaptelli, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Në çfarë gjendje janë mësuesit sot? Fillimisht ta nisim me statusin e tyre në shoqëri, por edhe ndikimin që kanë të nxënësit.
Unë fillimisht do ta nisja me që jemi në ditën e shnuar 7 marsit me një urim për mësuesit, duke uruar gjithë mësuesit gëzuar 7 marsin dhe duke uruar shumë suksese në misionin e tyre fisnik si përques të dijes në Breza dhe doja të thosha që Sindikata Pavarur e Arsimit të Shqipërisë dhe FSA-shi, aleatja jonë, njohim të gjitha problemet dhe sfidat me të cilat ata përballen çdo ditë në punën e tyre dhe jemi të përkushtuar në maksimum për zgjidhjen e çdo sfide dhe çdo problemi që ata kanë. Sot si është situata? Sot situata në arsim është ajo që e njohin të gjithë dhe e shprehin të gjithë. Profesioni i mësuesit ka ngelur një nga profesionet më pak të vlerësuara, si materialisht, ashtu edhe moralisht edhe nga shoqëria. E them këtë për vetë faktin që pagat e mësuesve në Shqipëri, edhe pse pësuan një rritje në muajin korrik të vitit të kaluar, ato janë përsëri më të ultat në Europë. Jo vetëm në rajon, por edhe në Europë, dhe kjo nuk është një diçka që po e them unë, po janë statistikat zyrtare të Europës, të Eurostatit, që vetëm përpara pak ditësh me fjale kanë dhe këtë që janë pagat më të ulta. Sa është paga nëse marrim një pagë mesatare, zotë Kaptelli? Paga mesatare e mësuesve është e ndarë në disa komponentë dhe ndryshon sipas përvojës punës, viteve të punës dhe pozicionit në të cilin ata japin mësim, që mbajnë aktualisht, por nëse do merrim një mesatare është më shumë se 70.000 lekë. Dhe nëse pra më pak se paga mesatare në administratën publike, që është në rreth është pranë 90.000 lekëve. Ka dhe mësues që marrin 90.000 lekë, edhe më shumë se kaq, ka dhe drejtorët e institucioneve arsimore që marrin edhe mbi 100.000 lekë të reja në muaj, po mesatarja është me fjalë 70.000 lekë dhe 80.000 lekë të reja. Megjithatë, edhe pse kjo në opinion, madje disa edhe shprehin edhe në media që çfarë kërkojnë mësuesit, kanë pagat më të larta, për mësuesit kjo është një pagë e pamjaftueshme. Është pa mjaftueshme për vetë punën që ata kryejnë, që profesioni mësuesit tashmë është bërë një nga profesionet më të vështira, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet më të zhvilluara, edhe në Europë dhe në Amerikë, ka një kategori evoluimi i shoqërisë, i shkencës, i teknologjisë, vetë fëmijët me të cilët mësuesit merren çdo ditë tani kanë një nivel tjetër. Edhe fëmijët janë shumë më të vështirë. Shumë më të vështirë dhe po t'i shtosh këtë dhe kujdesin e pakt prindëror, kjo pastaj e ka bërë profesionin e mësuesit që në Europë dhe në Amerikë mbi 40% e mësuesve që janë në sistem e lënë profesionin e mësuesit, sepse është bërë një profesion i vështirë. Një profesion tjetër që mund të jetë më pak stresues dhe me edhe këtu e lënë, shumë e kanë lënë, edhe në emisionet që ndëgjoja pikërisht ditën e sotme ka shumë me fjalë që kam punuar kaq vite mësues dhe tani nuk merrem më me atë profesion, kam zgjedhur një drejtim tjetër të jetës time. Pra profesioni i mësuesit është bërë një profesion i vështirë. Dhe tjetra është që profesioni i mësuesit është një nga ajo që thamë më përpara, është një nga profesionet më të pavlerësuara materialisht, kanë rrogat më të ulta. Dhe si i tillë është bërë ka vite që është profesioni më pak i kërkuar nga të rinjt, nga maturantët. Kjo reflektohet tek universitetet ku në shumë universitetet vendit, si që janë Gjirokastra, Vlora, Korça, Elbasani, Shkodra, po edhe në Tiranë, shumë degë të mësuesisë janë mbyllur fare. Dhe ne kemi çuar arsimin në atë pikë që në Tiranë, në Fakultetin e Shkencave, për fizik janë vetëm 7 studentë, dhe kjo nuk është vetëm këtë vit. 5 ishin vitin e kaluar dhe 7 një vit më përpara. Do të thotë që numri studentëve që studojnë për fizik nuk i përgjigjet nevojave të kohës, sepse mund të dalin më shumë në pension. Nga këto dhe kush do të japi këtë lëndë? Dhe ky duhet të jetë shqetësimi i shtetit. Ne si sindikat vazhdimisht kemi kërkuar nga qeveria, dhe kur them vazhdimisht nuk them vit pas viti, në komisionin parlamentar të edukimit dhe të medias, kur kemi qenë ftuar, ne kemi kërkuar që buxheti për arsimin të shkojë 5% e GDP-s. Aktualisht është pranë 2%? Është 2.4%, por
duhet se zbën pesë që ne të bëjmë profesionin e mësuesit një profesion të kërkuar nga të rinjt. Dhe pagat e mësuesve, ne e vlerësojmë rritjen që u bë. Jemi koshient, jemi ndërgjegjshëm që rritja që u bë vitin kaluar është një nga rritjet më të mëdha që është bërë në 10 vitet e fundit. Por kjo nuk zgjidh problemin. Paga e mësuesit duhet shkojë aty kur të gjithë ne jemi të interesuar që fëmijët tanë t'i çojmë në degët e mësuesisë dhe profesioni i mësuesisë të jetë një profesion i vetë kërkuar nga të rinjt, nga maturantët. Për aq kohë sa të rinjt nuk do kërkojnë të shkojnë në degët e mësuesisë, e ardhmja e arsimit do të jetë në vështirësi dhe gjithçka tjetër, edhe ekonomia e vendit që varet përsëri nga niveli arsimor i vendit, nuk do të ketë një të ardhme. Është ardhmja nesër. Ardhmja e vendit nesër. Për aq kohë sa ministria nuk do të mbaj atë premtim që dhe vetë kjo qeveri e pa të premtuar për para 10 vjetëve, ku vetë kryeministri pa deklaruar që do të çojmë deri në 5% GDP-s buxhetin për arsimin, atëherë neve edhe ne si sindikata, por edhe qeveria dhe ministria me fjalë duhet të jemi në alertë për problemet dhe situatën në cilat po kalon arsimi. Mund t'jetë paga, zoti Kaptelli, një pavarësisht gjitha këtyre problemeve, zhvillimi i shoqërisë, fëmijët janë bërë më të vështirë për të menaxhuar jo vetëm nga mësuesit, por gjithashtu edhe nga prindrit. Me gjithë këto vështirësi, paga mund t'jetë një stimul që mësuesit sot të vjojnë të jenë aty në punë, por edhe studentët të ndjekin degët e mësuesisë që të jenë mësues nesër. Unë kam thënë edhe herë tjetër që për mua, me gjithë analizët që i bëj problemit, është paga dhe vetëm paga e para. Madje mund të renditja disa vende bosh, pra pas pagës tek të tjerat. Unë nuk vënd dyshim për kushtimin që kanë mësuesit për një mësimdhënie cilësore, mësuesit që janë sistem. Po përderisa e përsëris, profesioni mësuesit nuk është profesion i kërkuar nga të rinjt, nga maturantët, dhe po të bëjmë një analizë të mirëfillt se cili është niveli i maturantëve që kanë shkuar në degët e mësuesisë, ne kemi disa vite që mësues po na dalin ata që një pjesë kalohen me notat më të ulta kaluese në gjimnaz, edhe çfarë mësimdhënie do kemi në të ardhmen, atëherë pas disa vitesh, ne të dy nuk kemi pse të themi që pse ka rënë niveli i mësimdhënies, sepse në degët e mësuesisë po e shkojnë ato maturantë me fjalë që janë fundi fare, që nuk kapin dot asnjë degë nga ato që sot janë më të kërkuara, jo vetëm mjekësin, infermierinë, gjitha këto tjerë, po të gjithë me fjalë nota mesatare e maturantëve që shkojnë në degët e mësuesisë është më e ulta. Atëherë ardhmja e mësimdhënies është në një pikpyetje shumë të madhe niveli i cilësisë së saj. Dhe prandaj them që duhet që paga e mësuesit të jetë një pagë konkurruese me të gjithë profesionet e tjera dhe madje një qeveri e mirë do ta bënte atë profesionin e mësuesit më të paguarin, që ata që mbarojnë me notat larta mos kenë asnjë arsye pse të shkojnë në degët e mjekësisë apo të inxhinierisë informatike edhe degët e tjera të teknologjisë bashkëore, po duhet të zgjedhin profesionin e mësuesisë. Dhe këtë Shqipëria ka patur. Ai kryetari i sindikatës i Korçës, që doli para disa ditësh në televizion, të dy prindrit i ka patur mësues. Vetë është mësues, bashkëshortën e ka mësuese, edhe motrën e ka mësuese. Po kjo trashëgimi tani është shprehur ka vite. Askush nga mësuesit, kjo është e tepërt ndoshta dhe nuk është reale, të thush askush, po është shumë e vështirë dhe unë nuk kam gjetur deri sot ndonjë mësues që t'i çojë fëmijët e tij për të vazhduar profesionin e prindërve, për mësuesi. Dhe kjo mjafton për të thënë që e para është paga. Po t'i shtojmë saj pastaj ato që ne folëm më përpara, vështirësia e profesionit, e tjera, disa mungesa me fjalë që ne vazhdimisht i kemi thënë për media të kushteve të punës dhe veçanërisht të teknologjisë bashkohore në mësimdhënie, ku mësuesit në Shqipëri ndihen me fjalë të pa mbështetur nga shteti me trajnimet bashkohore për një mësimdhënie bashkohore me metodat më interaktive të kohës,
Kjo pastaj ne na ka lënë pas edhe pas mësuesve të Kosovës, Malizit dhe të Maqedonisë. Se them këtë për arsye sepse ato mësues kanë përfituar falas nga shteti trajnime për mësimdhënie interaktive dhe për mësimdhënie me teknologjinë bashkëkohore, që sot mungon në shkollat. Në shumë vende të zhvilluara pagat për mësuesit zoti Kapelli janë nivelet më të larta krahasuar me pozicionet e tjera të paktën në administratë. Kjo tregon se sa rëndësi i jepet arsimit. Për këtë mjafton me fjalë vetëm të kërkojmë në Google se kush janë vendet më të zhvilluara ekonomikisht dhe do të shikojmë që ato vende kanë pagat më të larta, kanë vlerësuar arsimin që kanë shkuar aty ku janë, qoftë Singapori, qoftë Hong Kongu, qoftë Finlanda, qoftë Irlanda e Veriut, qoftë dhe shumë shtete tjera. Ato që kanë prioritet arsimin, ato kanë dhe ekonominë më të zhvilluar. Si mundet që ne nesër të kemi inxhinierë të zotë teknologjisë? Ne do kemi me këtë nivel mësimdhënie që është në Shqipëri, ne nuk do të ruajmë, do të rrjetet tona, do të humbasim gjithçka. Sepse, pse e them këtë? Nuk them që këtu nuk ka individ, por ato pjesa më e madhe e tyre shkojnë e shkollohen në shkolla jashtë vendit, sepse fitojnë bursat plota nga universitetet e Europës, të Amerikës dhe kudo në botë, deri në vendet aziatike. Atëherë duke shkuar gjithë më të mirë, më të truri jashtë, pjesa tjetër këtu shkojnë në ato degë që thamë ne, dhe pastaj arsimi. Po, zoti Kapelli, me qenë se përmendët zotin Trebicka, përfaqësues të sindikatës në Korçë, ngritin shqetësim në lidhje me uljen e pagave për mësuesit që në rang vendi janë rreth 6500. Si është këtë çështje? Le ta sqarojmë një herë mirë këtë çështje. Pagët e mësuesve me vendimin numër 425, datë 26/6/2024, janë rritur në përgjithësi për të gjitha nivelet e mësuesve, dhe që thashë që ishte një rritje e konsiderueshme, më e madhja e gjithë viteve të fundit, këtë s'mund ta mohojmë, kjo është një realitet. Të gjithë mësuesve u rrit paga më shumë se 10.000 lekë në muaj, por një kategori mësuesish, ata që punojnë në arsimin parashkollor dhe që janë me bachelor, dhe mësuesit që kanë kryer master profesional pas hyrjes fuqit procesit Bolonjës pas vitit 2011, kanë pësuar një rënje të pagës në njërin nga elementet e pagës, që është paga për nivel arsimor, ose paga e diplomës, ose ndryshe si thuhet edhe në VKM, po dhe në zhargon e përditshëm të mësuesve, paga e grupit. Paga e grupit të tyre, nga 14.000 lekë që ka qenë dhe kanë përfituar për shumë vite me radhë, një pjesë e këtyre që unë përmenda, që janë me bachelor, paguan tashmë pagën e grupit nga 14.000 që kishin parë hyrjes fuqit vendimit 425 me 10.000 lekë, dhe kategoria dytë, ato me master profesional, paguan nga 14.000 lekë që janë paguar deri para hyrjes fuqit VKM-s 425 datë 26/6/2024 me 12.000 lekë në muaj. Dhe kjo, krahasuar me kolegët e tyre, jashtë shkon deri në 5.000 lekë të reja, rreth 5.000 lekë, dhe ka dhe disa që kanë dhe më shumë se 5.000 lekë, sepse kjo varet nga përvoja punës të dhe. Pra, në një farë mënyre, dy individ që mund të kenë qenë në të njëjtën shkollë, në të njëjtën klasë, po i kemi dhe shembuj praktik këto, njëri t'i vlerësohet diploma me 14.000 lekë dhe tjetri t'i vlerësohet diploma me 12.000 lekë. Sepse njëri ka bërë me sistemin e Bolonjës, tjetri ka pasur sistemin e vjetër. Edhe ato që kanë mbaruar në të njëjtën kohë, po për arsye të ndryshme, mbrojtjen e diplomës e ka bërë mbrapa, kurse programi mësimor ka qenë i njëjti, edhe ato kanë një diferencë. Kjo në fillimisht me fjalë nuk na është pranuar nga Ministria. Nuk është e vërtet, dhe pas disa takimeve që kemi bërë në fund të vitit kaluar, ne arritëm në fund që ekipi i Ministrisë dhe ne përfaqësuesit e dy sindikatave, të SPA-shit dhe të FSA-shit, së bashku me drejtoreshtën e përgjithshme të administratës publike, t'i bindim dhe të binim dakord të gjitha palët që kjo duhet rregulluar, dhe Ministria bashkë me drejtuesen e administratës publike pranuan që kemi drejt, do të rregullojmë këtë problem. Dhe kur ne thamë, a do të marrim mësuesit rritjen e atë pagën e grupit me fjalë si që kanë marrë për para hyrjes fuqit VKM-s 425, muajin që vjen, në muajin dhjetor, jo thanë, do na duhet pak kohë sa të përgatitim dokumentacionin e nevojshëm për të rregulluar atë
ligjërisht. Pra kanë kaluar edhe dhe ka kaluar disa muaj dhe përsëri kjo nuk është rregulluar. Në takimet që kemi patur kohët e fundit me ministrinë, na kanë dalë tani në një problem tjetër që nuk na lejon ligji zgjedhor që ne të ngrejmë pagat. Kjo nuk është ngritje paga. Ua kemi thënë në ministri. Kjo është rregullimi një padrejtësie që është bërë një kategorie të caktuar mësuesish nga hyrja në fuqi e kësaj VKM-je dhe kjo nuk ka pse të ndikojë as ke zgjedhjet dhe as punë tjetër. Edhe pretendimi i tyre që dikush që e ka quar këtë në gjykat kushtetuese dhe ne nuk mund të veprojmë, kjo është çështje për ne që i përket qeverisë. Mjafton që ato të nxjerrin vendimin e ri për një ndryshim me fjalë në vendimin numër 424, siç është bërë dhe 2 herë tjera, nuk është hera e parë që ndodh kjo. Dhe ne në konsultimet që patëm përpara rritjes pagat me ministrinë e theksuam këtë që rritja e pagas, se sa është mundësia, është në dorën tuaj. Ne kemi kërkuar 2 fishim pagave, ne kemi kërkuar 2 fishim të buxhetit për arsimin, por realisht se sa do të rriten pagat e keni ju. Ne duam që asnjë nga elementet e pagës të përfituara deri më tani dhe që quhen të drejtat fituara të mësuesve të mos preken. Dhe pikërisht na ndodhi përsëri si 2 herë të tjera më përpara kur janë rritur pagat që ne na dalin probleme të tilla të shpresoni që mund bëhet ndryshimi përpara zgjedhjeve sepse me këtë pretendim të ministrisë deri në maj me këtë pretendim të ministrisë nuk dim se ç'do të ndodhë. Unë do shpresoja shumë që ministrja të ulet, ta shikojë problemin me fjalë me detaje dhe të kuptojnë që profesioni i mësuesit nuk është si profesionet e tjera të administratës publike, është futur vërtet në profesionet e rregulluara, por nuk ka statusin e në punësit civil, është një profesion që është krejt i veçantë nga gjitha profesionet e tjera dhe të kthejnë mësuesve atëherë që pagën e grupit që ju kanë mohuar deri më tani. A do ta bëjë ministria këtë? Ne jemi në negociatat vazhdueshme me ministrinë, por ne nuk përjashtojmë asnjë nga ato të drejta që na jep kodi punës dhe kontrata kolektive dhe ligji në Shqipëri që madje ne ju kemi thënë ministrisë që ne do të shikojmë mundësinë të bëjmë thirrje të gjithë mësuesve që të mos e mbyllin 3 mujorin në fund të marsit nëse nuk rregullohet ky problem. Dhe me këtë rast, me që jam televizion, do të bëj thirrje të gjithë mësuesve të solidarizohen me kolegët e tyre, me ata 6.000 mësues, që nëse ne do të vendosim që të mos e mbyllim 3 mujorin, asnjëri prej tyre të mos e mbyll 3 mujorin. Mundet që në të ardhmen të keni ju pjesa tjetër që nuk e kanë këtë problem tani, edhe sindikatat për na janë për të krijuar solidaritet midis të gjithë punëmarrësve në një profesion të caktuar për të zgjidhur problemet dhe për të mbështetur kolegët. Dhe mund të jetë një shembull mjaft i mirë edhe për sindikatat. Një shembull mjaft i mirë. Ne nuk do ta dëshironim këtë, sepse ne kemi një kontratë kolektive me ministrinë, me të cilën me fjalë pavarësisht a respektohet a nuk respektohet në të gjitha pikat që ne jemi në një luftë përhershme këtë, sepse jo në Shqipëri, po kudo në botë, se thonë diçka, po ju keni një kontratë dhe s'po zbatohet kjo pikë. Ne kemi ligje që nuk zbatohen në Shqipëri. Dhe pikërisht pse nuk zbatohen ligjet, janë krijuar dhe sindikatat që ne kërkojmë zbatimin e ligjit dhe të hartojmë dhe kontrata që i sigurojmë mësuesve përfitime më shumë se sa kodi i punës, ligji i punës në Shqipëri, për të patur më shumë të drejta se sa ju jep ligji dhe për kushte pune më të mira se sa ju garanton ligji. Zoti Kaptelli, autoriteti i mësuesit sot në çfarë pike është? Kam përshtypjen deri në 2005-ën mësuesi sërish kishte një autoritet shumë më të lartë krahasuar me ditët e sotme. Tani, nëse për të qenë realist, unë vetë njëherë absolutisht që nuk kam asnjë nostalgji për atë sistem që ishte, që kaloi, po... Ti kam fjalën nga 90-ta deri në 2005. Unë po shkoj pak më tutje. Kur kam qenë në shkollë. Nuk kam asnjë nostalgji për atë, po për hir të së vërtetës duhet pranojmë që mësuesi ishte një figurë e vlerësuar. Jo vetëm materialisht, me pagat, që pagat e mësuesit ishin barabarta me juristët, edhe me mjekët dhe me gjithë tjerët, por ishte një figurë e vlerësuar edhe nga shoqëria, edhe nga nxënësit. Dhe nga vitet e mëpasme, figura e mësuesit ka ardhur duke u zbehur. Ka ardhur duke u zbehur për mendimin tim për disa faktorë.
U prap do ta lidhja që dikush do thorë me fjalën ato që na ndjeki, thotë ky prap për pagën, thotë ky është faktor. Po është faktor, sepse ne edhe në shoqëri respektojmë atë që ka më shumë para në xhep, se sa të tillë shoqëri jemi. Kapitalizmi. E dyta, u thash që këtu ka shumë element që kanë ndikuar në zhvlerësimin e figurës së mësuesit. Nuk është pa problem edhe vetë mësuesi, niveli mësimdhënies, në kuptimin e kësaj që unë thash edhe më përpara që duke futur me fjalë nivelet të ulta të maturantëve në arsim, ne zbehim vetë figurën e mësuesit. Dhe nuk jemi ne shkaktar. Nuk është as drejtori i institucionit arsimor, është shteti, është qeveria që e ka lënë mësuesin me fjalë të pavlerësuar dhe e ka çuar në këtë pikë që këtu të shkojnë me fjalë të futen në sistem ato figura që nuk kanë vlerësimin maksimal në shoqëri. Duhet që të rregullohen këto dy element dhe pastaj janë problemet prindërve, janë problemet nxënësve, janë problemet të reformave që duke synuar, jo vetëm kjo qeveri, por edhe të pashme, duke vënë në qendër nxënësin, harrojnë që nxënësi është vetëm pak vite në shkollë. Është 4 vite, 8 vite maksimumi në një shkollë të bashkuar, është 12 vite në atë shkollë. Kurse mësuesi shumica atyre 40 vite në atë shkollë. Dhe duhet vënë e para që duhet vlerësuar, duhet jetë figura e mësuesit dhe pastaj e nxënësit. Nuk e them këtë se kam diçka sepse ata nxënësit aty janë fëmijët tanë. Por realisht duhet jetë kështu që figura e mësuesit të jetë figurën e vlerësuar. Të ketë paga që jo të krahasueshme nga më të mirat në vend. Të ketë kushte pune nga më të mirat në vend. Po si mund ta quhesh të vlerësuar figurën e mësuesit kur ne jemi në vitin 2025 dhe pjesa më e madhe e shkollave nuk ka internet vazhduar. Kur këto vlerësimet bashkëkohore siç është SMIP-i, një pjesë e konsiderueshme e mësuesve dhe jo vetëm atyre të zona rurale, i kryejnë ato në shtëpi dhe jo në shkollë për mungesë të internetit. Kur klasat dhe nxënësit nuk kanë kompjuterin e tyre personal në shkollë, siç kanë prej 15 vjetësh të gjitha shkollat e Maqedonisë. Të gjithë nxënësit, shteti ka pajisur me kompjuter në klasën e parë, në klasën e 5 me laptop nxënësit, edhe nga e 5-ta në 12-ën me kompjuterin e tavolinës secili, ata kanë dhe arsimin e mesëm detyrueshëm në Maqedonia. Dhe ne nuk konkurrojmë dot dhe nuk dalim dot përpara një shteti që është formuar shumë vite pas nesh si shtet dhe nuk ka resurset tona. Dhe gjitha kjo është sepse këtu tek ne me fjalë shteti nuk ka prioritet arsimin. Ne mund të themi me fjalë sa duam që arsimi do të jetë prioritet, por në cili vit do të jetë prioritet, se deri tani nuk është prioritet. Buxheti tregon që nuk është prioritet. Kushtet e punës të mësuesve dhe teknologjia bashkëkohore, po flasim për tabelat smart, tabelat digjitale në për shkolla që duhet ishin pajisur, kemi thënë që para 10 vjet të paktën gjithë gjimnazet të ishin pajisur me tabela smart. Dhe të ishin trajnuar të gjithë mësuesit. Mësuesve ju bëhen trajnimet pa nevojshme. Si mund t'i bësh një mësuesi që ka 40 vjet që punon në arsim, t'i bëj trajnime një kolegu i tyre që është i barasvlershëm dhe në disa raste dhe më poshtë se këta, ta trajnoj atë për metodat e mësimdhënies. Çfarë i vlen kjo mësuesit? Kjo nuk i vlen fare. Mësuesit i vlen të trajnohet për metodat bashkëkohore, për të njohur teknologjinë bashkëkohore dhe dita përdor atë të vërë në funksion të një mësimdhënie cilësore për nxënësit. Zoti Kaptelli, ju falenderoj që ishit në studio, të shpresojmë që buxheti dyfishohet, shkojë në 5% dhe pastaj kam përshtypjen gjitha avantazhet e tjera vinë më pas, duke evaluuar sërish mësuesit. Edhe kurse unë do thoja, përveç shpresës, ne duhet bëhemi më aktiv vetë mësuesit, të bashkuar dy sindikatat reale dhe të reflektojmë për të kërkuar më shumë zbatimin e të drejtave që na takojnë. Ju falenderoj edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj për interesimin që ka treguar vazhdimisht televizioni ju i nderuar. E bëjmë pjesën tonë aq sa mundemi sa na takon. Po ta bëni të gjithë televizionet kaq do keni një ndikim më të madh në ato që ne trajtuam. Faleminderit. Ne tani do të lidhemi drejt për drejti me KQZ-n, komisioneri po zhvillon një takim me gazetarët gjithmonë
në vijim të zgjedhjeve që zhvillohen më 11 maj. Dhe nëse të gjitha partitë që janë jashtë koalicione do t'ja dalin që të depozitojnë listë shumë e mëdha kandidatësh, nuk di të them pasaj. Për të qenë sinqert, nuk po e mendojmë këtë skenar, nuk dua të jem hipokrit edhe të them që e kemi të llogaritur se si do të jetë ky rast. Por mund të them këtë tjetrën që edhe ashtu sikurse është sot fleta e votimit, sikurse kemi prezantuar fletën e votimit për qarkun e Tiranës, ka probleme të administrimit të fletës së votimit nga një kuti votimi. Fleta e votimit është vërtet shumë e madhe dhe me siguri do t'jenë, duke llogaritur që mund t'jenë 8, 9 apo 10 apo 11 apo 12 subjekte zgjedhore, duke marrë për bazë zgjedhjet e vitit 2021, fleta e votimit është vërtet shumë e madhe. Megjithatë jemi duke diskutuar me stafin e KQZ-s për ta adresuar këtë problematikë. Edhe si gjithmonë diskutimin do ta ndajmë edhe me përfaqësues të partive politike për gjetur një zgjidhje që nuk di të them tani, për momentin jemi thjesht duke diskutuar. Po do të presim. Fletët e votimit do të qëndrojnë në një ambient të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me siguri jo në këtë godinë sepse nuk kemi hapësira, po do të gjejmë një hapësirë e cila natyrisht do t'i përmbushë gjitha kërkesat që lidhen me sigurinë, me vëzhgimin. Kjo nuk ka pikën e diskutimit. Dhe që në momentin që fletët e votimit mbrin, ndahen sipas qarqeve dhe qëndrojnë të tilla deri në momentin kur fillon procesi i numërimit në datën 11 prill. Pra kur fillon procesi i numërimit për një qark të caktuar brenda vendit, i votave brenda vendit, do të fillojë procesi i numërimit pra të qark për votat nga jashtë. Pra nëse do të doni të dinit që për një kohë të caktuar fletët e votimit do të qëndrojnë të administruar në KQZ, po, për një kohë të caktuar, po. Mirë. Komisioner, tani që doli numri për afërt i emigrantëve që do të votojnë më 11 maj, sa është kostoja e përafërt e përllogaritur nga KQZ-ja, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, gjatë periudhës së regjistrimit të emigrantëve në platformën elektronike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi parë shpesh subjekte politike të cilët asistojnë emigrantët në procesin e regjistrimit. Nëse po e njëjta gjë ndodh edhe gjatë votimit, pra ka ndërhyrje të personave të paautorizuar, si do të identifikohen këto raste në diasporë dhe si do të adresohen më pas? Faleminderit. Faleminderit. Kosto e shtuar e votimit nga jashtë është korrekt 7.5 milion euro. Është proporcionalisht me herët shtuar numri i votuesve nga jashtë nga ai që ne kishim parashikuar, rreth 100.000. Nuk mund të asistohet votuesi gjatë momentit për të votimit. Edhe në rastin e votimit brenda vendit, kur kjo ndodh, ka një protokoll të caktuar, të përcaktuar nga kodi zgjedhor, por nuk mund të ketë proces të asistimit nëse kjo ndodh, është vepër penale. Pra, nëse ka një lloj, jo ka një lloj, po është e përligjur që procesi i regjistrimit të asistojë duke
përjashtuar rastet që lidhen me cënim të atyre protokolleve që lidhen me ruajtjen e të dhënave personale, pra nuk ka asnjë problemi. Në rastin e votimit asesi nuk mund ky proces të jetë asistuar nga të tretë. Në indeksin e lirisë ekonomike për vitin 2025, publikuar nga Heritage Foundation, Shqipëria është renditur në vendin e 50 nga 176 shtetet marra në analizë. Shqipëria ka performuar më mirë duke grumbulluar më shumë pikë sa i përket barës tatimore, shëndetit fiskal, por njëkohësisht edhe lirisë tregtare. Shqipëria është renditur në vend të 50 nga 176 shtete në total në indeksin e lirisë ekonomike për vitin 2025, të publikuar nga Heritage Foundation. Indeksi i vitit aktual, i cili merr në konsiderat politikat dhe kushtet ekonomike të vendeve të botës nga një korriku i vitit 2023 deri më 30 qershor të vitit 2024, zbulon një ekonomi botërore që marrë në tërësi mbetet kryesisht e palirë. Në këtë indeks Shqipëria vlerësohet me 66.6 pikë nga 100 në total. Krahasuar me vitin e kaluar, vendi është përmirësuar në pikëzim. Një tjetër zhvillim pozitiv për Shqipërinë është fakti se në këtë klasifikim ajo renditet e parë në rajon, duke lënë pas Serbinë në vendi 64, Malin e Zi në vend të 67, Maqedoninë e Veriut në vend të 73, Bosnjë-Hercegovinën në vend të 70 dhe së fundmi Kosovën në vend të 78. Ajo që bie në sy është se renditja e Shqipërisë në vend të 50 ka lënë pas disa shtete me zhvillim të madh ekonomik dhe mirëqenie në Europë si Spanja dhe Franca. Në këtë klasifikim mes vendeve europiane, Shqipëria mban vendin e 27. Sa i përket shtyllave kryesore, Shqipëria ka performuar më mirë duke grumbulluar më shumë pikë sa i përket barës tatimore, shëndetit fiskal dhe lirisë tregtare. Ndërkohë, një vlerësim jo shumë pozitiv kemi sa i përket integritetit të qeverisë dhe lirisë së punës. Nëse analizojmë vendet në total, shohim se 3 shtetet më të lira ekonomikisht në botë janë Singapuri, Zvicra dhe Irlanda. Në mbledhjen e qeverisë ditën e djeshme, Këshilli i Ministrave ka miratuar hapjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit me një procedurë të përshpejtuar. Qeveria në mbledhjen e saj të fundit kaloi për në kuvent për shqyrtim dhe miratim me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin për Bankën Shqiptare të Zhvillimit. I nxjerr pak javë më parë në konsultim publik, projekti ka pësuar disa ndryshime para se të futet në procedurën parlamentare. Sipas projektit me 28 nene që ka miratuar qeveria, banka ka si objektiv kryesor nxitjen e zhvillimit ekonomik, social mjedisor në përputhje të plotë me kërkesat e legjislacionit për ndihmë shtetërore. Ajo nxit e mbështet lehtësimin e qasjes në financë, kryesisht përmes financimit dhe mbështetjes së sipërmarrjeve në sektorët e nënfinancuar të ekonomisë. Ky projekt ligj është punuar në bashkëpunim të ngushtë me Kasa Depoziti e Prestiti, një institucion lider në Bashkimin Evropian për dhënien e financimeve me rezultate konkrete në zhvillimin ekonomik në tregun italian. Ai gjithashtu ka për synim që të bashkëpunojë me institucione financiare ndërkombëtare dhe më konkretisht me institucione financiare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë në dispozicion fonde për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas nenit 5 të ligjit, Banka Shqiptare e Zhvillimit mund të krijojë shoqëri dhe deg. Aksionari i parë i Bankës Shqiptare të Zhvillimit është shteti shqiptar, pjesëmarrja e të cilit nuk do të jetë më e vogël se 51% e kapitalit. Kapitali fillestar i Bankës Shqiptare të Zhvillimit i kontribuar dhe i nënshkruar nga shteti shqiptar është 10 miliard lek. Ajo do të hapë, të administrojë dhe të mbajë llogari bankare në thesarin e shtetit, në Bankën e Shqipërisë, si dhe banka vendase e ndërkombëtare. Banka do të ketë si subjekt ndërmjetës për mbledhjen e fondeve të kthyeshme nga publiku, Postën Shqiptare. Në nenin 22 trajtohet problemi më i ndjeshëm që ka të bëjë me marrëdhëniet e Bankës së Zhvillimit me Bankën e Shqipërisë. Ajo do të raportojë te Banka e Shqipërisë për zhvillime statistikore dhe për regjistrin e kredive. Banka Shqiptare e Zhvillimit nuk do të jetë subjekt i procedurave të falimentimit dhe ky proces do të rregullohet me një ligj të posaçëm. Sipas parashikimeve ligjore, do të duhen e pakta 12 muaj për regjistrimin e bankës në regjistrin tregtar dhe nisjen e operimit. Dhe mëgjërësisht në lidhje me ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, do diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, zotin Klodian Muço. Zotin Muço, mirë se erdhët.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, si e cilësoni ngritjen e një banke të tillë? Është shembulli në Maqedoninë e Veriut, është banka maqedonase për rindërtim dhe zhvillim dhe ka pasur sukses në mënyrë të veçantë me financimin e sektorëve që janë prioritar, por janë edhe të nënfinancuar. Shiko, nuk është shembull vetëm Maqedonisë së Veriut tani në këtë situatë ku ne jemi sot. Banka e Zhvillimit është duhet gjesh ato vende që nuk e kanë në mënyrë se sa vendet që e kanë. Kështu që Shqipëria në këtë aspekt është evoluar, domethënë nevojitet shumë shpejt. Kështu që në aparencë është një njëm shumë pozitive, ka përmendur edhe Partia Demokratike në programin e saj që në maj të vitit kaluar, kur le të themi kur shpalosi programin e saj sintetik për ekonomin, ku le të themi te programi i saj ishte edhe krijimi i Bankës Zhvillimit që do të financonte sektorët e nënfinancuar të ekonomisë, por edhe të gjithë ata sektorë që konsiderojnë le të themi prioritar për ekonominë, që gjenerojnë punësim, që gjenerojnë rritje të produktivitetit, që gjenerojnë mirëqenie, që përmirësojnë balancën tregtare dhe rrisin le të themi apo bëjnë të mundur promovimin e Made in Albania në tregjet ndërkombëtare. Kështu që është një nismë që në qoftë se vërtet do funksionojë dhe në qoftë se ndryshe nga institucionet e tjera të realitetit shqiptar ku tendenca është gjithmonë apo kanë tendencë që të tërhiqen nga mundësia për të futur në pozicione drejtuese, militant partie, funksionar, le të themi jo me shumë eksperiencë dhe drejtues të kësaj natyre, ka përshtypjen që një bankë e tillë do ketë një efekt shumë pozitiv për ekonominë shqiptare. Gjithmonë, nëse do ruhet kjo autonomia dhe në të do punojnë vetëm profesionistë. Tek e fundit janë njerëzit ata që bëjnë institucionin, pra rëndësia e burimeve njerëzore është e jashtëzakonshme në këtë pikë. Sigurisht, domethënë për të thënë diçka ju e përmendë pak a shumë dhe në kronik pjesa se si duhet të funksionojë dhe me çfarë është deklaruar sot modeli, domethënë që është marrë në konsiderat në Shqipëri, është ai modeli Casa Depositi në Itali apo le të themi Banco Posta në Itali, ku financohet me le të themi me kapitalet, me kursimet e vogla të qytetarëve të caktuar të një vendi, që në rastin konkret të qytetarëve shqiptar. Çfarë ka ndodhur në Itali, domethënë çfarë është vënë re kur është shkruar Banco Posta? Është vënë re që gati dhe kjo mund të gjendet shumë në raporte të caktuara apo në studime të caktuara, që është dashur 10 vjet që të formojë kapitali human apo le të themi të perfeksionoj për të dhënë shërbime të caktuara të kësaj natyre, shërbime financiare, sepse le të themi punojësit e postës në atë periudhë kohë nuk kishin le të themi njohuritë e mjaftueshme financiare për të ofruar shërbime të tilla. E njëjta gjë tani mund të ndodhë në Shqipëri. Pra burimet njerëzore është baza për pasjen sukses së një institucioni të caktuar. Si ka zgjidhur për shembull Banka e Zhvillimit të Brazilit, bordin e saj drejtues apo në bordin e saj që merret me analizën e projekteve të caktuara që duhet të financohet apo jo, janë të gjithë drejtues kompanish të caktuara në sektorë të ndryshëm të ekonomisë apo sipërmarrës të rëndësishëm që kanë si tendencë të le të themi të mbështesin vetëm ato nisma apo vetëm ato sipërmarrje që konsiderojnë të rëndësishme për rritjen e punësimit, për rritjen e produktivitetit, për rritjen e le të themi sektorëve të caktuar të ekonomisë të tjerë. Pra baza e gjithçka është zhvillimi. Sigurisht pastaj është pjesa ligjore. Në këtë rast përtej domethënë Maqedonisë së Veriut mund të shkojmë në pjesën në Bosnjë Hercegovinë, që kemi përsëri një bankë zhvillimi pak a shumë ngjashme me atë që është përmendur në Shqipëri, që le të themi aspekti ligjor dhe aspekti funksional se si do funksionojë kjo bankë, se si do ndërtohet bordi drejtues i saj, të tjera, është e përshkruar shumë mirë në pjesën le të themi në statutin e saj. Po të lexojmë projekt ligjin që ju që nxorët e shfaqet pak sekonda më parë në ekran, në një farë mënyrë është një projekt ligj relativisht shumë i shkurtër dhe nuk zgjidh një sër çështjesh, nuk shpjegon një sër çështje se si do jetë funksionimi i kësaj banke ku dhe në momente të caktuara thuhet gjithmonë që kjo do përcaktohet nga statuti, kjo do përcaktohet nga statuti e të tjera. Por që gjithsesi jemi në hapat e para, duhet menduar vetëm pozitivisht, uroj që le të themi të jetë një nismë mirë për zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe zoti Muço, meqense nuk ka shumë detaje dhe meqense ju e përmendët gjithashtu, mund bëhet një bashkëpunim me postën shqiptare, sikurse mund të jetë përveç Italisë, edhe
Deutsche Post në Gjermani, pra mund gjendet një mesatare që posta shqiptare të bashkëpunoj me këtë bankë shqiptare të zhvillimit, sepse aty mund tjetë infrastruktura, mund tjetë mburimet njerëzore? është diskutuar, ka vite që diskutohet kjo pjesë e kalimit të postës shqiptare në një bankë post, apo në le të themi që të ofrojë dhe shërbimet financiare. Sigurisht mund të jetë një opsion. E para duhet parë që sa duhet kapitali fillestar, ku do jenë filialet, sa duhet burime njerëzore, është folur për rreth 200 veta, në mos gabohem, me thënë është përmendur në një moment të caktuar. Ta 200 veta mbas sa kohë duhet i arrijmë, domethënë, cilë dy fazat e zhvillimit. Mund të niset me një fazë fillestare, le të themi me një sportel apo me 2 sportele apo me 4 sportele në gjithë vendin dhe pastaj kjo të ketë një plan zgjerimi ndoshta në qytetet kryesore të Shqipërisë. Kështu që ngelet akoma për tu parë, jemi gjithmonë në fazat fillestare. Konkretisht po hapet një bank tjetër e huaj në Shqipëri që ka nisur procedura tashmë, një bank turke në Mosgavon, që do operoj kryesisht në sektorin bujqësor, domethënë do mbështesi kryesisht bujqësinë. Ky është fokusi i saj kryesor. Por që do fillimisht hapja e saj do jetë vetëm me një sportel në kryeqytet. Kështu që në të tilla kushte, nëse edhe kjo bankë do jetë e tipit që banka e zhvillimit që do ketë vetëm një sportel në kryeqytet, atëherë burimet njerëzore janë shumë të limituara, kështu që pjesa e kapitalit në një farë mënyrë është e zgjidhshme. Pjesa përsëri e strukturave është përsëri e zgjidhshme nëse do jetë vetëm me një filial. Gjithmonë duhet parë që kush, domethënë, sa ambicioz është si projekt, domethënë kush do jetë shtrirja, kush do jenë sektorët specifiku do dërhyjë direkt që në fazën e parë të hapjes së saj, sepse janë përmendur 6 sektora apo 6 prioritete kryesore që në të cilën kjo bankë do marrë në konsiderat financimin të projekteve të caktuara. Ku një nga këto është bujqësia, një tjetër është ekonomia e gjelbër, një tjetër janë startupet e reja, turizmi e të tjerë. Zoti Muço, fakti që banka të kësaj natyre, banka të zhvillimit financojnë sektor që janë të nënfinancuar nga sistemi bankar apo nga banka dytësore të një vendi, mendoni se kjo në vetvete ka rrezik dhe si mund trajtohet, pra si merret përsipër nga ana e bankës ky rrezik? Okej. E para që një bankë e tillë nuk është në konkurrent me bankat e nivelit të dytë apo me bankat private, nuk është se janë në konkurrshmëri me njëra tjetrën, kështu që do shikojmë që kush do ketë performancën më të mirë në menaxhim për të parë që kush do mbijetojë në treg apo duhet të ketë një marketing agresiv në treg për tu afirmuar. Në pjesën e bankës kombëtare të Brazilit, bankët kombëtare të zhvillimit të Brazilit, shikojmë që kthyeshmëria e huave arrin në 98.2%, që nuk kupton vetëm 1.8% është konsiderohet kredi e keqe. Shumë më pak nga sa është mesatarja sot në Shqipëri. Sigurisht janë 2 konteste krejt të ndryshme, po ishte thjesht për të dhënë, le të themi, një vlerë për të kuptuar që bankat e zhvillimit në vetvete nuk janë banka që shpërdorojnë para. Financojnë ato sektor të nënfinancuar. Konkretisht marrim sektorin e bujqësisë, është bujqësia në tërësi, është një ndër sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare akoma për sa i përket peshës, që peshës në prodhimin e përgjithshëm bruto me rreth mbi 15% sot, gati 1/3 të punësuarve është pikërisht i punësuar në këtë sektore të tjerë. Po thelbi kush është një sektor i nënfinancuar për arsye se është shumë informal. Vuan nga përdorimi i ulët i teknologjisë. Sot kompani të caktuara që operojnë në sektorin bujqësor janë mikro, dhe në disa raste kur janë të mëdha në dimension vuajnë përsëri nga mungesa e kolateralit, vuajnë nga mungesat e bilanceve të konsoliduara, le të themi të ardhura të mirëfillta, apo për arsye të historiku se vetë bujqësia është e tillë që varet nga kushtet klimatike, kështu që jo domosdoshmërisht duhet të ketë një rritje të qëndrueshme në kohë apo të ketë gjithmonë, le të themi, bilance pozitive. Në të tilla kushte, prandaj ky sektor mbështetet gjithmonë nga buxheti i shtetit, ka nevojë për subvencione. Në të tilla kushte janë sektor që edhe pse në aparencë nuk plotësojnë ato kushtet apo detyrimet apo ato barrierat që vendosin bankat e nivelit të dytë, një bankë e zhvillimit duke marrë në konsiderat specifikat që ka sektori, nuk ta mbështesi, po kjo nuk do me thënë që të investosh në sektorin bujqësor sot është një investim i gabuar, apo të investosh në sektorin bujqësor sot nuk do ketë kthyeshmëri.
Kështu që në tilla kurse unë shikoj si jo problematike pjesën që do ketë, le të themi, do ketë problematika të kësaj natyre, apo problematika të moskthimit të kapitalit të dhënëkuar. Sigurisht do financojnë startupet jo gjithmonë përkthehen në biznese të suksesshme, kanë një risk shumë të lartë, le të themi, të suksesit. Studimet të caktuara në kohë të thonë që në 100 startupe në 5 vitet e para mbijetojnë vetëm më pak se sa 50% e tyre. Megjithatë, ato pak që mbijetojnë, le të themi, kanë një sukses shumë të madh, kështu që edhe kjo pjesë kam përshtypjen do zgjidhet në këtë formë, që duke u mbështetur financiarisht, nëse zgjedhja fillestare për të financuar një startup të caktuar do jetë me rigorozitet dhe do merret në konsiderat në sër aspekte, ka përshtypjen që dhe në këtë rast nuk do kemi problematika për pjesën e humbjes së kapitalit, apo moskthimit të kapitalit, apo të kemi kredita shtuquar të këqija. Ndërkohë, zoti Muço, pjesëmarrjen e shtetit shqiptar, si e shikoni, do të jetë aksioneri fillestar, por gjithmonë nuk do të mbajë më pak se 51% të aksioneve, që do thotë se do të jetë një aksioner i mazhorancës. Apo në të tilla raste funksionojnë kryesisht bankat e zhvillimit, shteti është aksioneri kryesor? Përgjithsisht, skema e financimit të bankave të zhvillimit ka qenë pikërisht kjo, domethënë banka shtetërore që me kapital publik, sepse fokusi i tyre nuk duhet të jetë gjenerimi të ardhurave. Ashtu kemi banka në Shqipëri pafund, në sensi që për realitetin shqiptar në të cilën operojmë, domethënë numri bankave në Shqipëri që operojnë është relativisht i madh, duke marrë në konsiderat që jemi 11.4 milion banor sot dhe kemi goxha banka aktive. Kështu që nuk është problemi që ne të rrisim të shtojmë numrat e bankave. Ajo që do është më e rëndësishme është që ky të jetë me kapital publik, me qëllim që fokusi mos të jetë gjenerimi fitimeve nga ana e bankës, por fokusi të jetë mbështetje që do japi sektor të caktuar të ekonomisë. Përmendëm që një sektor i nënfinancuar është bujqësia, por është sektor prioritar për ekonominë shqiptare. Përmendëm që një sektor tjetër që do financohet është sektori gjelbër, që është shumë i rëndësishëm për mirëqenien e qytetarëve, për qëndrueshmërinë ambientale, për të gjitha ato parametra që ne aspirojmë të i realizojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pjesa tjetër është që të gjithë startupet që në një farë mënyrë kanë si fokus kryesor rritjen e produktit made in Albania, përmirësimin e balancës tregtare të tjerë. Pra, efektet afatgjata të mbështetjes së kompanive të caktuara janë shumë më të mëdha në realitetin shqiptar se sa matja në vetvete e të ardhurave që do gjenerojë financimin i një projekti apo një biznesi të kësaj natyre. Kështu që qëllimi në vetvete është qëllimi që ne të rrisim, të zhvillojmë ekonomikisht në vend, që vendi të ketë një zhvillim të qëndrueshëm, që të rritet produktiviteti në sektor të caktuar të ekonomisë, që të zhvillohet ekonomia në kompleks dhe jo vetëm të kemi të kemi disa tregues makroekonomik apo të kemi disa tregues financiar të kësaj banke zhvillimi që të jenë shumë pozitiv. Zoti Muço, edhe në pyetjet fundit ju e përmendet për gjatë fjalës tuaj pak, por për ta sqaruar për teleshikuesit, hyrja një banke zhvillimi në një treg ku operojnë shumë banka të tjera private nuk ndikon në një konkurrencë gjithmonë të mirë edhe mes bankave të tjera, apo përderisa fokusohet në sektor të veçantë është disi e veçuar për sa i përket konkurrencës gjithmonë? Unë nuk e shikoj një bankë zhvillimi si konkurrente të një banke tjetër private që operon në realitetin shqiptar, sepse në fund të fundit, domethënë target klientela e një banke zhvillimi nuk është le të themi një biznes i konsoliduar, një biznes që ka arritur të realizojë gjithçka dhe në çdo bankë të trokasit normalisht do i ketë dyert të hapura. Banka e zhvillimit në vetvete financon ato projekte që konsiderojnë, ato sektor të ekonomisë i konsiderojnë të nënfinancuar. Pra, nëse një biznes sot në sektorin bujqësor do shkojë në shumë banka të nivelit të dytë që operojnë në tregun shqiptar, do e ketë të vështirë për mos të thënë të pamundur për të financuar, sepse bankat e nivelit të dytë për të ruajtur, le të themi, për të ruajtur në fundit edhe kursimet e qytetarëve shqiptarë, veç interesave të tyre apo le të them fitimet të tyre normalisht kanë disa barriera
apo duhet të plotësoj disa kushte që ti të përfitosh një kredi të caktuar, ku janë bilancet, ku janë kolaterali e të tjera. Apo le të themi plani i biznesit i mirë realizuar e të tjera. Kurse Banka e Zhvillimit sigurisht do i marrë në konsideratë gjitha këto, por e ka shumë të qartë që në momentin që ti do financosh një projekt në sektorin bujqësor, nuk e ke shumë të qartë që nuk ka bilance të konsoliduar. Ti e njeh shumë mirë sektorin që është një sektor që vuan nga informaliteti i lartë. Ti e di shumë mirë që një sektor i tillë ka probleme, domethënë është i varur kryesisht nga kushtet klimatike dhe në tilla kushte normalisht që ka, le të themi, do ndikohet gjithsesi edhe curia e tij nga kushtet klimatike. Dhe kështu që ti më mbështet sepse beson që investimi në këtë projekt specifik do gjenerojë vlerë të shtuar për ekonominë në kompleks dhe jo vetëm për sipërmarrësin. Le të themi një ndër problematikat tjera që vuan sektori bujqësor është mungesa e atyre kooperativa, që ndoshta për realitetin shqiptar vazhdon akoma që të kemi atë konotacioni negativ që nga ka ngele e kaluara. Por sot, me krijimin e një banke të tillë mund të shërbejë në një farë mënyrë edhe një bashkëpunim i përkohshëm apo i përhershëm në krijimin e këtyre konsorciume apo ndoshta jo dhe kooperativa direkte, që të mbështesi blerjen e makinerive për të investuar në këtë teknologji. Pjesa e le të themi investimi në sektor të caktuar siç është energjia e gjelbër. Normalisht në disa raste thyeshmëria e investimit është relativisht për një periudhë të gjatë kohore, domethënë nga mbi 5 vjet e sipër. Dhe në disa raste për të kryer një investim të tillë, sidomos në sektor të caktuar apo le të themi në projekte të caktuara, ti nis investimi sot, por që për ta realizuar, për ta vendosur në funksion, ndoshta mund të kalojë dhe një vit. Që një bankë nivelit të dytë nuk ta lejon atë grace period më tepër se sa 6 muaj. Kështu që një bankë zhvillimi duke marrë në konsiderat le të themi projektin në kompleks do futet që të mbështesi edhe këtë lloj projekte të caktuar. Një startup përsëri nuk mund të bëhet i suksesshëm me njëherë apo nuk mund të ketë le të themi të kalojë të gjenerojë të jetë i qëndrueshëm në një periudhë shumë të shkurtër kohë. Kështu që do jenë të gjitha këto projekte që janë të pamundura për të financuar nga bankat e nivelit të dytë. Për këtë arsye unë konsideroj që nuk ka kokullshmëri apo le të themi nuk do vëjnë në vështirësi bankat që operojnë aktualisht në treg. Zoti Muço, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë të mbarë. Tani do të lidhemi drejt për drejti me një aktivitet që zhvillohet në këtë momente në kryeqytet, ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama. Bëhet fjalë për ceremoninë e ndarjes së çmimit ndërkombëtar Karli i Madh. Ndjekim. Në rinis në këtë anë të Ballkanit në këtë kohë dhe si mund të përballemi me sfidën më të gjerë gjeopolitike. Faleminderit. Spari më lini të falenderoj nga zemra Karlin Jürgen from Carl Price, because I said Carl. Jürgen nga Carl Price, sepse tu drejtova me emrin Carl. It's nice, I believe. Besoj që është mirë. Pra, Jürgenin nga Carl Price që pranoi organizimin e kësaj nisme të përbashkët, që unë e konsideroj diçka të lindur, e cila nuk besoj do t'jetë vetëm një herë, por mund të çojmë edhe më tej, e pse jo të krijojmë një çmim për të rinjt, për të rinjt evropian, sepse të rinjt e pjekur i kene në Gjermani, po këtu çmimi për të rinjt evropian mund të jetë diçka e mirë. Sigurisht qeveria shqiptare do të ishte absolutisht e lumtur që të punonte me ju së bashku dhe që vitin tjetër të organizonte të jetë çmimin për europianët e rinj, për cilët besoj që ju keni të gjitha mjetet për të organizuar një komitet që të bëjë zgjedhjen e duhur. E di që Gjermania nuk është në pozitë mjaft mirë financiarisht, që mund të ndihmojmë ne. And so we can do it together. Kështu që mund ta bëjmë së bashku. Secondly, I want to
thank Martin for Dua të falenderoj Martinin për ardhjen këtu. Ai sot kryeson Fondacionin Friedrich Hebert, fondacioni më i madh e me më emër politik në botë, jam i sigurt që do mund ta kuptoni se sa shumë ftesa i vinë për fakti që zgjodhi të vinte sot këtu, na nderon. Dhe jam shumë i lumtur që patëm mundësi të riangazhoheshim në një diskutim që kemi nisur shumë kohë më parë. Kemi Dr. Lindenin, por edhe zotin Van der Linden, që është një mik i vjetër i këtij vendi dhe i popullit shqiptar që shpreh fillimit të rrugtimit të tij pas rënies komunizmit. Dhe është një politikan holandez i cili arrin të lundrojë mjaft mirë midis të qenit holandez dhe europian, që është mbretëlënse. Jam i sigurt që do të jetë vërtet një dhuratë e madhe për të rinj që të dëgjojnë çka për të thënë dhe mendimet e tij. Ai do të ndaj po kështu dhe mbresat e tij për Shqipërinë, për rrugtimin e saj, dhe kjo do të jetë edhe më interesante. Nuk do ta falenderoj zonjën që gjendet këtu, sepse ajo dhe bashkëshorti i saj janë tashmë pjesë e komunitetit tonë, janë tashmë qytetar të këtij vendi dhe ne jemi shumë krenar e të privilegjuar që kemi këta dy njerëz të guximshëm midis nesh e që kemi mundësi t'i dëgjojmë e të mësojmë prej tyre. Kjo është pjesa ime si mikpritës, nuk e harrova ambasadorin gjerman që gjendet këtu gjithmonë me interes për të dëgjuar se çfarë kanë të thonë gjermanët që vizitojnë këtë vend dhe të raportoj pastaj në Berlin saktësisht për atë çfarë është thënë këtu. Më parë se të vinim këtu, po flisnim me Martinin dhe me miqtë tanë për një vend tjetër që është mjaft i mirë për të raportuar. Për të ardhur tek pyetja tani, nuk dua të marr shumë prej kohës tuaj duke u kthyer 35 vjet a pak më tepër më parë kur isha po aq i ri sa të pranishmit në auditor dhe u përfshiva në lëvizjen për të ndryshuar dhe për të kërkuar një tjetër mënyrë jete, për të kërkuar lirinë. Por ajo çfarë dua të them është se nuk jam i lumtur kur shoh të rinj që nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është politika. E që besojnë se duke e skartuar politikën se diçka të pist, diçka larg tyre, diçka me cilën nuk duan të kenë as pak të bëjnë. Në fakt, mendojnë se i ikin asaj, por nuk i ikin dot. Politika të ndjek pas gjatë gjithë kohës. Është një iluzion të besosh që nëse rri jashtë saj, nuk do të prekesh prej saj. Përkundrazi, sa më shumë të rinë njerëzit jashtë saj, aq më të mëdha janë shanset për të prekur negativisht prej saj. Sepse ajo ka të bëjë me pjesëmarrje, nuk ka të bëjë me profesionin, nuk ka të bëjë me faktin e të qenit një politikan, apo të hysh në zgjedhje, apo të lësh punën, apo pasionet e tua. Ka të bëjë me angazhimin si qytetar, të angazhohesh si dikush që kujdeset për të drejtat e tij apo të saj, spari dhe mbi të gjitha për liritë e tyre. Dhe pse jam kaq
i fiksuar për të quar Shqipërinë në Bashkimin Evropian saktësisht për këtë arsye. Deri sa ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, ka gjëra të cilat nuk do të jenë të sigurta, të garantuara e të pakthyeshme. Dhe këto janë gjërat më të rëndësishme. Ndaj kur më pyesin, ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? There is no plan B to individual freedom. E them që nuk ka plan B për kundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirin tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Po në rast se nuk doni të negocioni, këto liri individuale duhet të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B për kundrejt shtetit të së drejtës e të qenit të barabartë për para ligjit. Dhe sërish në qofse doni ta negocioni këto, atëherë mund të zgjidhni një tjetër drejtim, mund t'ju ofrojnë vodka, mund t'ju ofrojnë haviar, e shumë gjëra të tilla. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazin për para ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. But not least, së fundi, po jo nga rëndësia, all the rights të gjitha të drejtat që vinë me lirin, sepse liria është njëra anë e medaljes, ana tjetër janë të drejtat, mund të garantohen duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe dua gjithmonë t'ju kujtoj Afganistanin apo Irakun apo vende të tjera në të cilat njerëzit kanë pasur mundësin për të shndëruar vendin e tyre në një demokraci funksionale dhe nuk funksionoi. Dhe unë them që nuk do të funksionoj kur në qoftë se nuk ke Bashkimin Evropian si pikën tënde të horizontit, nuk mund të funksionoj, sepse nuk ka të bëjë vetëm me atë që do, por edhe me mënyrën se si mund të arrish. E po kështu, edhe sa mbështetje ke në mënyrën se si mësohesh për ta bërë këtë gjë. Sot po zhvillojmë të diskutim të jashtëzakonshëm të drejtësisë që shkon pas apo ndjek figurat e profilit të lartë. Nuk është e përsosur, ka mjaft dizavantazhe, por është hera e parë në histori që kemi njerëz politikisht të fuqishëm, të cilët shkojnë përpara një prokurorie e gjyqtarit pavarur. Kur nuk ka ndodhur. Qysh nga 1912, nga pavarësia jone deri pak vite më parë, kur finalizuam reformën në drejtësi me ndihmën e Bashkimit Evropian, kur nuk kishim parë një ministër apo një individ të profilit të lartë lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa Bashkimin Evropian harrojeni. Dhe ka dhe më shumë se kaq për të thënë për Bashkimin Evropian në këtë drejtim. Sigurisht, nuk jemi naiv, por jemi mjaft idealist ende për Bashkimin Evropian. Kjo është e sigurt. Jemi aq idealist sa dashuria e dikujt për martesën përpara se sa ta provoj. Por, përvoja më thot se nuk ka plan B për kundrejt martesës. E kam provuar dhe mu desh të rimartohesha. Kështu që paka shumë kjo është qasja ime për këtë. E kur vjen fjala për atë çfarë po ndodh. I believe that Europe is in a moment. Besoj që Europa gjendet në një moment ku bëhet as bëhet, në kuptimin e shkuarjes në një nivel tjetër, pra nuk është thjesht diçka që kërkon përshtatje, por një ndryshim thelbësor të thellë.
nuk është një moment për të këmbgulur në mënyrë kokëfort në inercinë e asaj që ekzistonte deri 3 muaj më parë, ka të bëjë me një panoramë tërësore të asaj çfarë duhet të ndryshojë. Historia ka pasur momente ku Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë pasur përplasjet e tyre, momentet e tyre të keqkuptimit apo të konfliktit politikisht e kanë fjalën. Në Amerika pasur gjithmonë nga ata që kanë menduar që është gjithmonë më mirë që Amerika të dalë nga Europa, pra të tërhiqet prej saj. E po kështu në Europë ka pasur nga ata që kanë menduar që Europa duhet të ketë identitetin e vetë, të harrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka qenë gjithmonë diçka që në fund ka mbizotruar. Ideja që siç e ka thënë Kissinger, Amerika pa Europën është një ishull, ndërsa Europa pa Amerikën është një gadishull. Për ta përmbyllur, do të thoja që për mua, spari, jam në një pozitë shumë të rahatshme, sepse nuk jam gjerman. Dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër e një vendi më të vogël, megjithëse jam më i gjatë se Friedrich Merz. Është Friedrich Merz që duhet marrë vendime prej të gjati. E di që në qoftë se unë kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por në qoftë se Merz do ta ketë gabim, në qoftë se udhëheqësit e Evropës do ta kenë gabim, të gjithë ne do të dëmtohemi. Dhe Martin përpara se të vinim këtu, tha dhe më korrigjon në qoftë se të citoj gabimisht. Vendimet e këqija të një udhëheqësi sot paguhen në kosto nga brezi i ardhshëm. Pra, ajo çfarë shohim sot nuk është asgjë krahasuar me atë çfarë vjen. Kështu që, me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për një pamje 360 gradëshe të situatës. Nuk është thjesht diçka që lidhet me forcimin ushtarak. Nuk është thjesht fjala për të hyrë në një garë se kush është më i fortë ushtarakisht, sepse kur dëgjoj gjëra të tilla, për shembull, që le të shkurtojmë fondet për arsimin dhe të prodhojmë më shumë armë, të merrohem. Sepse ne shpresoj, nuk po kërkojmë të krijojmë një ushtri të madhe e barbarësh, e gjysmë analfabetësh, po kërkojmë diçka krejt ndryshe. Kështu kësaj na duhet që të jemi shumë të guximshëm dhe të përpiqemi ta shohim gjithçka në tërësi. Po, është domosdoshmëri të forcohemi ushtarakisht, por diplomacia, çelja e korridoreve të reja dialogut, apo të qenit më pak vetë referent kur flasim me të tjerë jashtë nesh, e të jemi më të vendosur për mënyrën tonë të jetesës. Në fund ditës ne kështu duam të jetojmë. Nuk duam të tjerët vendosin si duhet jetojmë ne. Ne duam të jetojmë kështu, por nuk duhet të themi të tjerëve që kjo është mënyra e vetme për të jetuar. Sepse në të kundërt do të gjendemi në situata ku do të ishte e vështirë për t'ju përgjigjur një pyetje, dhe kam një pyetje që më tmerron. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus, dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, diçka mbi cilën duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Ndërkohë që nuk ka as pak dyshim që Europa u ngrit për gjën e duhur, duke qëndruar krah Ukrainës. Kjo nuk ka as pak dyshim, por pse ka më pak miq? Dhe nuk po flasim për Rusin, po flasim për miq të cilët nuk janë në këtë pjesë të botës, kështu që është shumë komplekse, shumë ndërlikuar. Por ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën e për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota të ishte njësoj, sepse nuk është njësoj. Zoti kryeministër, faleminderit.
Do të vjojmë tani me tjera informacione, do të flasim për vendimin e marrë ditën e djeshme në mbledhjen e qeverisë, ku vendos që TikToku në vendin tonë të mbyllet për të paktën një vit dhe gjatë kësaj periudhe do të ketë diskutime, do të përmirësohet platforma se si funksionon në teritorin e Republikës së Shqipërisë. Më gjërësisht do të diskutojmë me zonjën Tela Binjaku, sociologe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Atëherë, zonja Binjaku, ne kemi diskutuar edhe më herët kur zhvilloi konsultimi publik me prindrit për të vendosur ose jo mbylljen e TikToku. Tashmë kemi një vendim zyrtar, javën e ardhshme do të mbyllet zyrtarisht TikToku në Republikën e Shqipërisë për një vit. Si e cilësoni fillimisht një vendim të tillë? Atëherë, ky ishte një vendim i pritshëm sepse qeveria ishte shprehur për këtë mas që në dhjetorin e vitit të kaluar. Kemi qenë vetëm në pritje të formalizimit të këtij vendimi dhe në djenin time nga dje mësuam pra se prej 15 marsit për një vit të gjithë ne në Republikën e Shqipërisë nuk do të kemi qasje në këtë platformë që në të gjithë botën numëron mbi 1 miliard përdorues. Dhe në këtë platformë, në cilën shumë studime tregojnë se është larg të qenet, domethënë shumë më konkurenciale, konkurrente më e fortë se çdo platformë tjetër, dhe se tërheq në një shkallë shumë të madhe vëmendjen e të rinjve. Ndaj mendoj që si reagim i parë është të themi ishte i pritshëm, pra po hyn në ekzekutim një vendim i diskutuar 3 muaj më parë, së dyti shkon në përputhje me dëshirën e atyre prindërve, mira prindërve, të cilët kanë shfaqur si shqetësim për fëmijët e tyre rreziku që vjen nga përdorimi i TikTokut prej bashkëmoshatarëve të fëmijëve të tyre, dhe në këtë pikpamje do të thoja kjo ishte në konkluzion ajo që mendova dje. Sigurisht mediat e huaja kanë përcjell këtë lajm. Dhe ato janë përqendruar veçanërisht tek ajo që ka shërbyer si ngjarje fatkeqe që qeveria të shkonte drejt kësaj mase. Pra në një farë shkalle pritej, kënaqi shqetësimin ose ju përgjigj më falni, shqetësimit të prindërve dhe mësuesve, dhe është për një periudhë vetëm 1 vjeçare, dhe do të shohim se si do të shkojmë pas këtij viti qasja në këtë platformë. Megjithatë, zonja Binjaku, mendoni se realisht problemi ishte dhe do të jetë TikToku, pra të rinjt, adoleshentët do të jenë më të mirë për gjatë këtij 1 vjeçari, apo problemet të tjera janë më të mëdha? Po, ç'është e vërteta, mendoj që shqetësimi vërtet do të jetë ky. Pra, a është vërtet kjo platformë burimi i të gjitha shqetësimeve të rinjve tanë, burimi i rrezikut dhe kërcënim për sigurinë e tyre, apo problemet janë gjëkundi edhe kjo platformë vetëm i amplifikon, vetëm u shërben disave për të shfaqur ose për të shfaqur ato, dhe në fund të fundit na vë edhe ne si të rritur përballë faktit se kjo platformë mund të jetë në të vërtetë edhe një platformë e rrezikshme për shkak të gjuhës së urrëties që përçohet aty, për shkak të materialeve filmike që i transmeton në mënyrë të pandërprerë, dhe ndërto mund të ketë edhe materiale që vërtet kërcënojnë, domethënë, të rinjt tanë, apo problemet janë shumë të mëdha se sa kaq. Ne për pasojat negative të përdorimit të rrjeteve sociale, pa shkëputur këtu as TikTokun, kemi folur shumë herë, si kundër ju e përmendët, dhe natyrisht kemi thënë se rreziku është tek varësit, rreziku është tek materialet me përmbajtje të padobishme për ta, tek koha e gjatë që ata harxojnë, tek modelet ndonjëherë të papranueshme që përcillen aty, por ne nuk duhet të harrojmë që nuk është kjo e vetmja platformë që përbën ose që domethënë është një mundësi shpërfaqje për sjellje të këtilla. Edhe platformat e tjera i ofrojnë. Ndaj, për mendimin tim, sot ne do duhet të flasim më shumë se çfarë bëjmë ne për
fëmijët tanë, për të rinjt tanë, që t'i mbajmë ata sa më larg përdorimit të këtyre platformave dhe këtë kohë që ata u japin këtyre platformave t'ja japin diçka e tjetër që ndoshta mund t'i përmbush ata më mirë, mund t'i pasuroj ata shpirtërisht, mund të bëjë që ata të kalojnë kohën më mirë. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë që nga njëra anë jemi një shoqëri ku teknologjia është kudo, dhe së dyti jemi një shoqëri e lirë ku gjithë secili duhet të garantojë lirinë e tjetrit dhe aq sa duhet të kërkojë të garantuar dhe lirinë e vet. Ndërkohë, Zem Njaku, problemin ku e shikoni nëse bëjmë një ndarje midis prindërve, mësuesve, mbase edhe shoqërisë në tërësi apo edhe mënyrës se si të rinjt sillen. Mendoni se ka nevojë për një bashkëpunim më të madh, një gjithëpërfshirje më të madhe? Sigurisht që po, unë mendoj që kjo platformë ku ka gjetur vend në 1 miliard njerëz, se një studim i platformës kreative ose agjencisë kreative We Are Social thoshte se deri në vitin 2024 ndër përdoruesit e Androidit, gati, domethënë një pjesë e madhe prej tyre kalonin rreth 34 orë në muaj në këtë platformë. Kështu që nuk është, si të themi, edhe kaq e mundur që ta mbash larg këtë platformë për shkak se ajo është shumë tërheqëse dhe i miklon të rinjt për këto. Miklon çdo që ka edhe një ide për të qenë më kreativ, që e gjen si platformë për të shprehur vetveten, dhe në fund të fundit janë ato filmat e shkurtër që kjo platformë i bën të dalin pambarimisht, që e mbajnë vëmendjen mbërthyer. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne tani që t'i mbajmë sa më larg ose të mos jenë kaq të rrezikuar nga përdorimi i kësaj platforme. Tani nuk duhet të harrojmë që TikToku, për shembull, në vende të tjera të botës ka një tjetër përmbajtje. Në përdoruesit tanë në vendin tonë ka një tjetër përmbajtje. Pra vetë algoritmi është i atill që të afishon atë që ti kërkon. Pra nëse ti je, të themi, i prirur për të kërkuar, për të parë, për të naviguar, për të lundruar pra në video me përmbajtje komike, le të themi, ato të afishohen. Nëse ti ke interes për ngjarje të themi që vjen nga bota e aksidenteve, fjala vjen, ato të paraqet, ose e kështu me radhë. Pra, çfarë ne jemi, ato na paraqet. Çështja është që ne duhet të punojmë që ne të jemi sa më, të themi, njerëz kreativ, njerëz që t'i jepemi më shumë dijes, që t'i jepemi më shumë zhvillimit ton, ta përdorim interesin ton dhe këshërinë ton njerëzore në të mirë të vetes tonë në radhë parë, por edhe të shoqërisë ku jemi pjesë, dhe për këtë natyrisht nevojitet një bashkëpunim i të gjithëve. Nuk është e mundur që prindi ta ndalojë TikTokun në shtëpi apo të ndalojë përdorimin e celularit në shtëpi kur ja jep atë celular me vete në shkollë ose kur ja jep në fundjavë dhe fëmia rri me orë e orë të tëra. Dhe unë kam bërë biseda me nxënës dhe i kam pyetur se sa orë mesatarisht ata kalojnë në platformat virtuale dhe ka ndërta që thonë se përdorin në ditë 2 orë, 2 orë e gjysmë, por një pjesë e madhe më kanë thënë se kalojnë mbi 4 orë, mbi 5 orë, për të mos thënë në fundjavë që pothuajse e kanë gjithë kohës, domethënë pa limit. Në këtë pikpamje do thoya që është detyra e prindërve që ata t'i mbajnë larg, duke mos u asiguruar fëmijëve këtë qasje në këto platforma pa kontroll dhe me orare të zgjatura. Në radhë të dytë, mendoj që është detyra jonë si shoqëri që fëmijëve tanë, nxënësve tanë, të krijojmë sa më shumë hapësira ku ata kohën ta kalojnë në mënyrë të mirë, në mënyrë të dobishme dhe për ta, dhe të mos jetë një kohë e kaluar në pasivitet të plot përpara ekraneve dhe përpara këtyre platformave, përmbajtjen e të cilave ata vetë kanë në dorë. Që është e vërteta një pjesë e madhe e përdoruesve tanë në vendin tonë domethënë qëndrojnë me orë të zgjatura si rezultat i faktit se nuk kanë të ushqyer një interes tjetër. S'kan çfarë bëjnë tjetër. Ata që kanë të ushqyer nuk kanë mundësi ndoshta. Dikush tjetër që nuk ka as interes, nuk punon dikush me të që të zgjojë një interes. Edhe në këtë pikpamje them që detyra e aktorëve është
është më e gjerë dhe nevoja për bashkëpunim të disa aktorëve është më e madhe. Dhe ne këtë duhet të kërkojmë, këtë duhet të punojmë më shumë se sa të marrim mas për një vit dhe më pas t'i rikthehemi edhe jemi aty ku ishim me pak fjalë. Në anën tjetër, zonja Binjaku, ka edhe biznese që e përdorim për mirë, për të promovuar produktet e tyre. Ka gjithashtu individ që japin një zgjidhje matematikore, shpjegojnë një fenomen natyror dhe shumë çështje tjera, pra e përdorim për mirë. Mendoni se me këtë vendim ka edhe shumë të penalizuar si individ ashtu edhe biznese, apo përfitimet nga mbyllja, pra shmangja e rrezikut për tjerët është mbizotëron mbi përfitimet që mund të jenë? Po, mendoj që ka një kategori njerëzish të cilët thonë se sa të themi t'u lejojmë një pakice. Pra ata mendojnë se njerëzit që janë përdorues pozitiv, që kanë mesazhe të bukura, që përcjellin aty mjaft nga bota e tyre kreative apo nga dijet e tyre janë të pakt, dhe më së shumti përdoruesit e këtyre platformave janë që karakterizohen nga sjellje negativiste, antimodele, mungesë e vlerave kështu me radhë. Çështja është që kjo mas po i ndikon të gjithë, po i penalizon të gjithë një lloj, dhe në këtë pikpamje sigurisht që e mendoj që ka ndërtar që do të jenë të pakënaqur, sepse do duhet të penalizohen një lloj si ata që domethënë shfaqin e kundërta e këtyre modeleve pozitive. Prandaj edhe këto biznese që ndoshta e kishin si burim të ardhurash ose si një mënyrë për të reklamuar botën e tyre, shërbimet e tyre, dijet e tyre e kështu me radhë, me siguri ata do të jenë të pakënaqur, por nuk duhet të harrojmë që është për një vit dhe me siguri pas një viti ata do të jenë vetë që do të flasin se si është dëmtuar ose jo, apo është ndikuar ndopak shërbimi që ata ofrojnë, biznesi i tyre nga kjo masë e madhe. Unë të them të drejtën, mendoj se po tjetë puna për të menduar për shëndetin e të mitërve, sigurinë e tyre veçanërisht, mirëqenien e tyre, ata sërish do ta gjejnë një rrugë tjetër, do të shkojnë në një platformë tjetër, sikundër edhe mund të kenë filluar ta kërkojnë, ta kenë gjetur tani më, por ne ndoshta nuk e dim, edhe duke qenë edhe vetë larg kësaj platforme, kam të vështirë të imagjinoj se ku do jenë ata tani ose çfarë do të kërkojnë ata në ditët në vijim, por e besoj që kërshëria e tyre nuk do t'i lërë në vend dhe do të kërkojnë po ashtu një platformë tjetër që për ta të jetë interesante dhe ata të kalojnë kohën. Kur u mbyll në Shtetet e Bashkuara për 24 orë, sepse Donald Trump anulloi atë vendim, shumë përdorues amerikan shkuan tek një kompani po kineze e ngjashme me TikTokun që quhet Red Note. Pra, alternativat janë pafund dhe qëllimi ose mënyra për ta bllokuar, kam përshtypjen është e pamundur për t'i mbajtur në kontroll të rinjt dhe besoj zgjidhja më e mirë do të ishte kontrolli mbi to. Zonja Binjaku, pas 12 muajsh, kur TikTokut vendoset do të hapet ose jo, sepse sikur se tha ministria Manastirliu edhe kryeministri Rama, nëse TikTok nuk do të vendos ato filtra që do t'i kërkoj qeveria shqiptare, nuk do të rihapet. Në këndvështrimin tuaj, kemi shumë përfitime të mbyllet përfundimisht, apo të jetë e hapur, por me filtrat që shoqëria joni do? Unë mendoj që a kemi më shumë përfitime po ta mbyllim përfundimisht, që nuk e di sepse kjo ka nevojë që të studiohet. Sigurisht mendoj që ka mjaft mënyra për të kaluar kohën, ka mjaft mënyra për të informuar, ka mjaft mënyra për të zhvilluar. Patjetër. Dhe nuk është TikToku e vetmja, pa TikTok kemi qenë, pa TikTok janë rritur gjenerata të ndryshme. Edhe për këtë arsye mendoj se mbyllja nuk është në një dëm në vetvete, i pari kuperueshëm, apo që nuk ka sësi të zëvendësoj një nevojë. Po të më pyesësh mua si individ, si një qytetare, si një njeri i rritur me interesa të tjera, le të mbyllet nuk më shqetëson, sepse kam as përdoruese aty dhe nuk kam atë interes. Ama po të më pyesësh mua si njeri që a jeti dakord që të mbyllet kjo platformë për të gjithë,
sepse në mesin e përdoruesve ka dhe ndër ata që rrezikojnë ose që janë kërcënije, mund të thosha që jo, më mirë gjej zgjidhje se sa ta mbyllësh përfundimisht. Fundit, pse duhet ta mbyllësh për të gjithë? Ndaj edhe mendoj se sigurisht vendosja e këtyre filtrave do të ishte masa më e mirë. Edhe vendet që kanë marrë këto masa janë vende që kanë shkuar drejt vendosjes së këtyre filtrave ose vendosjes së filtrave për moshën veçanërisht. Do me thënë të ketë një tavan të poshtëm, të ketë një kufi se kush duhet të hyjë për nga pikpamja e moshës, dhe jo çdo i mitur, jo çdo përdorues që nuk ka mbushur moshën madhore të jetë përdorues, të ketë në një mas që lidhet me gjuhën e urrëties, me filtre që kanë të bëjnë me mesazhe denigruese për të tjerë, të ketë në një mas që të tërheq vëmendjen, fjala vjen për përdorimin e mesazheve ose postimin e videove me përmbajtje personale. Pra më së shumti do të kisha besuar tek fuqia e këtyre filtrave se sa tek një mbyllje tërësore, sepse kur ti, sidomos ne që kemi vuajtur për më shumë se 4 dekada në një shoqëri të mbyllur, gjithmonë të izoluar nga të tjerët, në një kënd të Evropës ku fare pak djej për ne, të them të drejtën, nuk e përkrah këtë mbyllje, sepse më duket sikur shkojmë përsëri aty ku kemi qenë dhe ku masat që vinin nga lart ishin të pa negociueshme dhe detyrim për të zbatuar. Do të isha më shumë, le të themi, për një edukim të shoqërisë me fushata kombëtare informuese, me materiale informuese kudo për të edukuar një shoqëri që respekton tjetrin, që të di se në platformat virtuale dhe këto sociale nuk mund t'i drejtohet tjetrit ashtu si të doj, ose në kuptimin ta dëmtoj, ta fyj, ta denigroj, nuk mund të sillet në mjedisin virtual ndryshe nga që sillet në jetën reale. Më së shumti do të besoja te kjo forcë edukuese, apo do t'isha për shembull për shtimin e më shumë programeve në për shkollat tona për edukim digjital, sikundër kemi nevojë për edukim financiar, edukim qytetar, dhe t'ishte edhe ky edukim digjital shumë më tepër pra se sa kjo masë. Ç'është e vërteta, kur flasim për edukimin, frytet edukimi i jep vonë, edhe ndonjëherë shoqëria i ka nevojat aq emergjente sa nuk ka kohë të pres, ndërsa qeverisjet në përgjithësi nuk i parapëlqejnë këto masa afatgjata, sepse ato janë gjithkohës të etura për të qëndruar në pushtet, dhe i duan votat sot. Mendojnë qytetarin më shumë si zgjedhës, se sa si qytetar që ka këto nevoja dhe qeveria ka këto detyrime, ashtu si kundër ja premton në përfushat elektorale. Prandaj edhe dua të them, kjo mas, mbase kënaqi mira prindër dhe mësues, por nuk besoj se është masa më e mirë drejt së cilës të shkojmë dhe të jetë një masë që të ketë ndikim të gjitha shtresat një lloj. Zonja Binjaku, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar. Faleminderit ju, gjithmonë kënaqësi. Ne tani do të lidhemi drejt për drejti me panelin ku po diskutohet në lidhje me rolin që kanë të rinë në të ardhmen e Europës, si pranishme është kryeministri Rama, por njëkohësisht edhe ish presidenti i Parlamentit Evropian, zoti Martin Schulz. Çfarë mund të bëjë më shumë Bashkimi Evropian për të forcuar dhe fuqizuar kapitalin njerëzor? Nuk mendoj që kam një mesazh të fundit, por ndoshta edhe më shumë gjëra për të thënë, sepse në veçanti kur flasim për këtë lloj teme në këtë moment në të cilin po jetojmë, gjë që e bën edhe më të ndërlikuar çështjen, dhe siç e tha edhe Martini, pra e bën edhe të rëndësishme që në këtë konferencë të japim përgjigje një pyetje nga të gjitha këndvështrimet e saj. Por ajo që dëshiroj të shtoj, pasi dëgjova edhe çu tha nga parafolësit, është që edhe për brezin e ri, or madje veçanërisht për brezin e ri,
Bashkimi Evropian është përgjigje. Shumë më shumë se sa gjithë shka tjetër jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk dua që të sjell shembuj të dhimbshëm, po ja të shikojmë Britaninë e Madhe pas Brexitit, si shkuan gjërat për të rinjt atje. Ose të shikojmë për shembull se si ky iluzioni i Britanisë që ka më shumë para, më shumë instrumente, më shumë fuqi, duke qenë jashtë Bashkimit Evropian, se si është shkatruar, është thyer dhe ka thyer edhe shumë rrjete të ndryshme, shumë mure, forca që ishin ndërtuar brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë mendoj se Bashkimi Evropian ka shumë gjëra për të cilat mund të kritikohet. Dhe jo sepse është projekti i gabuar, por sepse projekti nuk është i përfunduar. Pra, përgjigja është për të bërë disa përshtatje ose për të trajtuar ato dobësi të Bashkimit Evropian, dhe përgjigja është më shumë Europë, jo më pak Europë. Pra, ti do të trajtosh një gjë që nuk po ecën mirë në Bashkimin Evropian, atëherë të thellohesh dyfish në Bashkimin Evropian. Unë kështu e kuptoj. Kjo është qasja, dhe nga këndvështrimi ynë, nga kjo pjesë e Europës, në thelb, në zemër të Europës, ne ende mund të jemi esëll për të parë se sa shumë gjëra mund të kesh kur je brenda Bashkimit Evropian, por pastaj ajo që ndodh është që ti humbet vlerësimin për to, sepse i merr të mirëqenia dhe gjithnjë që do më shumë. Por të duash më shumë nuk është e njëjta gjë. Është e rëndësishme të mos humbasim vlerësimin për ato garanci që Bashkimi Evropian u ka dhënë të gjitha vendeve të veta. Ja të marrim për shembull Gjermaninë. Gjermania ka qenë modeli ynë, shembulli ynë për një kohë shumë të gjatë, ka qenë kampion të themi. Por, në rast se e heqim Gjermaninë nga Bashkimi Evropian dhe do të shikonim se çfarë do të projektonte ajo dhe çfarë do të bënte Gjermania pa tregun e mrekullueshëm të Bashkimit Evropian, do të flisnim për diçka tërësisht tjetër. Ose fakti që çdo edhën, çdo studim, çdo fakt që ne shikojmë për Poloninë, për Republikën Çeke, apo për vende të tjera që po ecin kaq mirë tani në krahasim me të shkuarën, tregon që ky ishte efekti i Bashkimit Evropian. Prandaj, pavarësisht ankesave, dhimbjeve të kokës, burokracisë neurotike, në fund të fundit, ajo për cilën bëhet fjalë është një themel shumë i fortë. Unë nuk besoj që ka diçka më vizionare, më të sofistikuar në formë të mrekullueshme që të mund të jetë krijuar ndonjëherë në mendjen e ndokujt në historinë e njerëzimit se sa vetë Bashkimi Evropian. Kjo është mënyra se si e shoh unë. Ndoshta, meqense folëm që po plakemi, unë mendoj që sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë i ndërgjegjshëm jam për çfarë mund të humbasim në rast se do psohet Bashkimi Evropian dhe se çfarë tragjedie do të ishte në rast se do të zhdukej Bashkimi Evropian. Do të ishte sikur ta linim, të dilnim vetë nga historia me këmbët tona. Faleminderit zoti kryeministër. Në fakt ka qenë një panel vërtet shumë interesant, jo vetëm për mësimet e nxjerra, pra mësime që kanë nxjerrë një brez dhe që ja kalon brezit tjetër, por edhe një gjë shumë e rëndësishme për të parë se cilat mund të jenë rrugët që do të jekim në të ardhmen. Do të jetë kënaqësi që të vijojmë bisedën edhe pasdite me të rinjt e Kolegjit të Evropës. Vjojnë diskutimet në panelin në lidhje me rolin e të rinjve për sa i përket të ardhmes së Europës, ndër tjera të pranishëm janë kryeministri Edi Rama, por edhe ish presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz.
Për gjatë ditës së sotme, u fokusuam tek vendimi i qeverisë ditën e dieshme për të mbyllur TikTokun me një vit, folëm gjithashtu për një tjetër vendim po të ndërmarrë ditën e dieshme në mbledhjen e qeverisë për sa i përket ngritjes së Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Njëkohësisht u fokusuam edhe tek 7 marsi, dita kombëtare e mësuesit, sfidat me cilat ata përballen, por njëkohësisht edhe vendimet që duhet merren në të mirë të mësuesve fillimisht, por edhe të shoqërisë. Do të rishihemi sërish të hënën si gjithmonë në orën 10. Deri atëherë, mirupafshim.